4 ushqime për një penis të shëndetshëm. Shëndeti seksual fillon nga ajo që vendos në pjatëhyrje. Pse ushqimi ndikon drejt për drejt në shëndetin e penisit? Shëndeti i penisit nuk lidhet vetëm me moshën, hormonet apo fatin gjenetik. Një nga faktorët më të fuqishëm dhe shpesh i nënvlerësuar është ushqimi i përditshëm. Çfarë ha sot ndikon drejt për drejt në qarkullimin e gjakut, në nivelin e hormoneve, në nervat dhe në elasticitetin e enëve të gjakut që furnizojnë penisin. Një penis i shëndetshëm ka nevojë për qarkullim të mirë të gjakut, enë gjaku elastike, nivele të balancuara të testosteronit, nerva funksionale, inflamacion të ulët në trup. Të gjitha këto ndikohet fuqishëm nga ushqimi. Në këtë seri artikuj do të flasim për 4 ushqime kyçe që mbështesin shëndetin e penisit në mënyrë natyrale. Në pjesën 1 do të fokusohemi te ushqimi i parë duke shpjeguar pse është i rëndësishëm, si ndikon në ereksion, çfarë përmban, si duhet konsumuar, gabimet që duhen shmangur. Ushqimi 1. Arat, sidomos arat e zakonshme dhe bajamet. Pse arat janë ushqim kyç për shëndetin e penisit? Arat janë ndër ushqimet më të pasura me yndyrra të shëndetshme, arginin, magnez, zink dhe antioksidant, element që luajnë rol kritik në funksionin erektil dhe shëndetin seksual mashkullor. Studime të shumta tregojnë se burrat që konsumojnë rregullisht ara kanë qarkullim më të mirë të gjakut, kanë nivele më të mira të oksidit nitrik, përjetojnë më pak probleme me ereksionin, kanë spermë më cilësore. Roli i qarkullimit të gjakut në ereksion. Ereksioni është në thelb një proces vaskular. Pa gjak të mjaftueshëm, nuk ka ereksion të fortë dhe të qëndrueshëm. Arat përmbajnë larginin, një aminoacid që trupi e përdor për të prodhuar oksid nitrik, oksidi nitrik. Zgjeron enët e gjakut. Rrit rrjedhjen e gjakut drejt penisit. Ndihmon në arritjen dhe mbajtjen e ereksionit. Pa oksid nitrik të mjaftueshëm, edhe meshkujt e rinj mund të kenë probleme seksuale. Yndyrat e shëndetshme dhe testosteroni. Testosteroni është hormoni kryesor mashkullor. Pa të, dëshira seksuale bie. Ereksioni dobësohet. Energjia zvoglohet. Arat janë të pasura me yndyra mono dhe poli të pangopura, të cilat ndihmojnë në prodhimin natyral të testosteronit. Mbrojnë qelizat që e prodhojnë atë. Reduktojnë inflamacionin që dëmton hormonet. Ndryshe nga yndyrat e përpunuara fast food, vajra industrial, yndyrat e arave mbështesin sistemin hormonal. Magnezi dhe zinku, minerale kyçe për penisin magnezi, përmirëson relaksimin e enëve të gjakut. Ul stresin dhe ankthin, armik të ereksionit. Ndihmon funksionimin nervor. Zinku, thelbësor për prodhimin e testosteronit. Përmirëson cilësinë e spermës. Ndihmon shëndetin e prostatës. Mungesa e zinkut lidhet drejt për drejt me rënje të dëshirës seksuale, ereksione të dobta, lodhje kronike. Arat, sidomos bajamet dhe arat e zakonshme, janë burimi i mirë i të dyjave. Antioksidantët dhe mbrojtja e enëve të gjakut. Radikalet e lira dëmtojnë enët e gjakut dhe përshpejtojnë plakjen seksuale. Arat përmbajnë polifenole, vitamine, flavonoide. Këta antioksidant mbrojnë muret e enëve të gjakut, përmirësojnë elasticitetin e tyre, parandalojnë bllokimet mikroskopike që dëmtojnë ereksionin. Një penis i shëndetshëm ka nevojë për enë gjaku elastike dhe të pastra. Si duhet të konsumohen arat për përfitim maksimal? Sasia ideale: një grush në ditë 25-30 gram. Mënyrat më të mira: të gjalla, jo të skuqura, pa krip, të kombinuara me fruta ose kos natyral. Koha më e mirë: në mëngjes, si snack mes vakteve, para aktivitetit fizik. Gabimet që e ulin efektin e arave: të skuqura në vaj, të kripura industrialisht, të mbuluara me sheqer ose çokollatë. Konsumi tepruar mbi 100 gvd. Teprimi mund të çojë në shtim peshe, gjë që dëmton drejt për drejt shëndetin seksual. Kush përfiton më shumë nga arat? Meshkujt mbi 30 vjeç. Ata me stres të lartë, meshkujt me presion të lartë ose kolesterol. Ata që ndjejnë rënje të dëshirës seksuale. Meshkujt që duan parandalim, jo kur të vonshme. Një e vërtet e rëndësishme: arat nuk janë ilaç magjik, por janë një bazë e fortë për shëndetin e penisit. Efekti i tyre nuk është i menjëhershëm. Kërkon konsum të rregullt.
Funksionon më mirë kur kombinohet me stil jete të shëndetshëm. Por nëse hiqen nga dieta, shumë meshkuj humbin një mbështetje të rëndësishme natyrale. Ushqimi që rrit qarkullimin e gjakut dhe forcon ereksionin. Ushqimi 2. Panxari i ke repa e kuqe. Pse panxari konsiderohet ushqimi i ereksionit? Panxari i kuq nuk është thjesht një perime. Ai është një nga ushqimet më të fuqishme natyrale për qarkullimin e gjakut. Dhe për këtë arsye ka ndikim direkt në funksionin e penisit. Arsyeja kryesore është kjo. Panxari është jashtëzakonisht i pasur me nitrate natyrale. Këto nitrate, sapo futen në trup, shndërrohen në nitrite, më pas në oksid nitrik. Dhe siç e përmendëm edhe në pjesën 1, pa oksid nitrik nuk ka ereksion të fortë. Si funksionon oksidi nitrik në penis? Oksidi nitrik relakson muskujt e lëmuar të enëve të gjakut. Zgjeron arteriet. Lejon më shumë gjak të hyjë në penis. Rezultati: ereksion më i fortë, ereksion më i shpejtë, mbajtje më e gjatë e fortësisë. Shumë ilaçe për ereksionin funksionojnë pikërisht duke rritur efektin e oksidit nitrik. Panxari e bën këtë natyralisht. Panxari dhe meshkujt mbi 40 vjeç. Me kalimin e moshës, enët e gjakut ngurtësohen. Prodhimi i oksidit nitrik bie. Qarkullimi përkeqësohet. Kjo është arsyeja pse shumë meshkuj ndjejnë rënje të fortësisë, kanë ereksion të paqëndrueshëm, e humbasin ereksionin shpejt. Panxari ndihmon sepse përmirëson elasticitetin e enëve, rrit rrjedhjen e gjakut, përmirëson oksigjenimin e indeve të penisit. Efekti i panxarit në presionin e gjakut dhe ereksionin. Presioni i lartë i gjakut është një nga armiqt kryesor të ereksionit. Ai dëmton arteriet, zvogëlon rrjedhjen e gjakut, ndikon negativisht në nerva. Panxari ul presionin e gjakut në mënyrë natyrale, përmirëson shëndetin vaskular, ndihmon qarkullimin drejt organeve gjenitale. Meshkujt me tension të lartë shpesh shohin përmirësim seksual pas përfshirjes së panxarit në dietë. Panxari dhe qëndrueshmëria seksuale. Një përfitim tjetër i rëndësishëm: rritja e qëndrueshmërisë fizike dhe seksuale. Panxari përmirëson efikasitetin e përdorimit të oksigjenit, rrit energjinë, ul lodhjen muskulore. Kjo do të thotë më pak lodhje gjatë aktit seksual, performancë më e gjatë, ndjesi më e mirë fizike. Për këtë arsye, panxari përdoret shpesh edhe nga sportistët. Panxari dhe shëndeti i nervave. Ereksioni nuk është vetëm gjak, është edhe sinjal nervor. Nëse nervat janë të dëmtuar nga diabeti, stresi, alkooli, sinjali dobësohet. Ereksioni nuk është i plot. Panxari përmban vitamina të grupit B, antioksidant, betain. Këto mbrojnë nervat, përmirësojnë komunikimin nervor, ndihmojnë reagimin seksual. Panxari dhe inflamacioni. Inflamacioni kronik dëmton enët e gjakut, ndikon negativisht në testosteron, përkeqëson funksionin erektil. Panxari ka veti antiinflamatore, antioksiduese, detoksifikuese. Kjo e bën trupin më miqësor për funksionin seksual. Si duhet konsumuar panxari për efekt maksimal? Forma më efektive: i zier lehtë, i grir i freskët. Lëng panxari i përzier, jo i pastër. Sasia e rekomanduar: një panxar mesatar në ditë, ose 150-250 all lëng panxari. Kombinime të mira: panxar mo, panxar karot, panxar limon. Kur është koha më e mirë për ta konsumuar? 1-2 orë para aktivitetit fizik ose seksual. Në mëngjes ose paradite. Jo shumë vonë në mbrëmje. Efekti në qarkullimin e gjakut ndihet brenda disa orësh, por përfitimi i qëndrueshëm vjen me përdorim të rregullt. Gabime që duhen shmangur: panxar i konservuar me uthull të fortë, panxar me shumë kripë, lëng panxari industrial me sheqer. Konsumi i tepruar mund të ulë shumë tensionin. Kush duhet të ketë kujdes? Personat me tension shumë të ulët, ata me gur në veshka, këshill mjeku, diabetikët për shkak të sheqernave natyrale. Një fakt interesant: në shumë kultura të vjetra, panxari konsiderohej ushqim për forcën mashkullore, simboli i vitalitetit, përmirësues i fuqisë së gjakut.
Sot, shkenca po konfirmon atë që tradita e dinte prej kohësh. Shëndeti i penisit nuk varet vetëm nga mosha, fati apo ilaçet. Ai është pasqyra e drejtpërdrejtë e mënyrës se si jeton, çfarë ha dhe si kujdesesh për trupin tënd çdo ditë. Problemet me ereksionin, rënja e dëshirës seksuale apo dobësimi i performancës nuk shfaqen papritur. Ato ndërtohen ngadalë, shpesh nga zakonet e gabuara ushqimore dhe stil jete i dëmshëm. Në këtë seri pam qartë se ushqimi ka fuqi reale. Arat ndihmojnë qarkullimin e gjakut, mbështesin testosteronin dhe mbrojnë enët e gjakut. Panxari përmirëson oksidin nitrik. Ul presionin e gjakut dhe forcon ereksionin në mënyrë natyrale. Ushqimet e tjera që u përmendën në pjesët pasuese ndikojnë drejtpërdrejt në hormonet mashkullore, nervat dhe qëndrueshmërinë seksuale. Këto ushqime nuk janë ilaçe magjike, por janë themele të forta biologjike. Kur konsumohen rregullisht, përmirësojnë rrjedhjen e gjakut, mbështesin shëndetin e prostatës, rrisin energjinë dhe vitalitetin, ndihmojnë në ruajtjen e fuqisë seksuale me kalimin e viteve. E vërteta është kjo. Asnjë pilul nuk mund të zëvendësojë një trup të ushqyer mirë. Nëse një mashkull ushqehet keq, ka bark të madh, jeton me stres, pi duhan dhe alkool, asnjë zgjidhje e shpejtë nuk do ta shpëtojë për një kohë të gjatë. Por nëse fillon sot hap pas hapi, duke përmirësuar dietën, duke shtuar ushqime që mbështesin qarkullimin e gjakut, duke ulur inflamacionin, duke mbrojtur hormonet, trupi reagon, dhe shpesh reagon më mirë se sa pritet. Mesazhi i fundit. Një penis i shëndetshëm nuk është luks, është rezultati i kujdesit të përditshëm. Fillon në pjatë, vazhdon në stilin e jetës,